Arkeologjia shqiptare po hyn në një epokë të re, atë të digitalizimit. Në qytetin e Korçës, Qendra MIT në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore organizoi aktivitetin kulturor Arkeologjia Digjitale, i zhvilluar pranë qendrës muzeale Tuma e Kamenicës, një nga sitet më të rëndësishme arkeologjike të epokës së bronzit, jo vetëm në Shqipërinë juglindore, por dhe në gjithë Ballkanin. Ky aktivitet synoi të afrojë publiku me vlerat historike, arkeologjike dhe kulturore të zonës, duke i dhënë trashëgimisë një dimension bashkëkohor përmes përdorimit të teknologjive moderne. Në fokus ishin skanimet 3D, arta digjitale dhe turet virtuale që mundsojnë një prezantim më të plotë, konservim më të saktë dhe restaurim më efikas të pasurive arkeologjike. Arkeologu Florent Cenolli u shpreh se aktivitetet të tilla janë një nevojë domosdoshme për turizmin dhe trashëgiminë kulturore, pasi i japin një shtysë të fortë procesit të digitalizimit të siteve historike, duke i bërë ato më të aksesueshme dhe më të rejse për publikun vendas dhe të huaj. Në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, si të gjitha institucionet kulturore dhe Qendra Muzeale Tuma e Kamenicës, ka përgatitur këtë prezantim specifik, doja ta thosha, në siklin Arkeologjia Digjitale. Kjo konsiston sepse kërkesa apo nevoja në kohën ku jetojmë, patjetër që duhet krahas organizmave të tjera, por krahas edhe përgatitjeve apo edhe aktivitetet ndryshme arkeologjike, qoftë në terren, qoftë edhe brenda në ambientet e zyrave. Kjo është një nevojë domosdoshme edhe për turizmin në përgjithësi. Të gjitha sitet arkeologjike tani ka ardhur koha që duhet të dhenë një hap shtys drejt digitalizimit, ose më saktë për atë prezantimin virtual ndaj turistit. Pra turistit neve duhet t'i afrojmë një gjë më të mirë të jo vetëm të trashëgimisë asaj kulinarie apo edhe trashëgimisë kulturore në përgjithësi, kultura, tradita, zakonet. Nga ana tjetër, eksperti i GIS-it, Elson Salihaj, tregoi se tashmë në disa zona të Shqipërisë janë aplikuar metoda moderne të dokumentimit përmes përdorimit të kamerave toksore dhe dronëve, të cilët kapin imazhe të terrenit dhe krijojnë modele reale të objekteve që janë pjesë e skanimit. Ky si produkt është shumë i rëndësishëm. Nuk është se aplikohet vetëm në Shqipëri, është një format ndërkombëtar tashmë. Këtë punë kemi nisur si iniciativë personale, duke bërë disa site në Shqipëri, parkun e Apollonis, Bylis, dhe kur kemi qenë këtu tek Tuma e Korçës, ka lindur ideja e bashkëpunimit me Florencën për të bërë gjitha sitet e qarkut. Ne përpiqemi që nëpërmjet imazheve të kamerave toksore ose në dron ose pajisjeve të tjera, të cilat quhen lidar, të cilat përdoren impulset e dritës, arrihet të kapet imazhi i terrenit dhe të përfitohet modeli real i objektit i cili është pjesë e skanimit. Ky material më pas përpunohet nëpër kompjutera dhe përfitojmë një produkt i cili përfshin disa element shtesë, ku është ajo që quhet ortofoto, është terreni digital i terrenit, dhe të gjithë elementet në detajet të siteve. Ky aktivitet vuri në dukje se digitalizimi nuk është thjesht një formë e reprezantimi, por dhe një mjet i fuqishëm për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke ndërgjegjësuar publikun për rëndësinë që kanë këto vlera në identitetin kombëtar.